Shërbimi të drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike në Shkodër vijojnë me intensitet kontrollet në gjithë territorin e qarkut në vim të operacionit policor të kuduar koordinata me qëllim goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike dhe si rezultat e kontrolleve në territoret e njësive administrative Pul dhe Shal, shërbimi të policisë gjetën dhe azgjesuan 495 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në vim të veprimeve procedurale u referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale shpërdarimi detyrës për kryetarin e fshatit Brucaj, për kryetarin e fshatit Nicaj dhe për kryetarin e fshatit Abat, gjithashtu dhe për kryetarin e fshatit Pecaj. Në territorin e njësive administrative Kastër dhe Qendër, shërbimit e komisariatit të policisë Malësie e Madhe gjetën dhe azgjesuan 365 bimë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Në territorin e njësisë administrative të Mal, shërbimit e policisë Vaudejës gjetën dhe azgjesuan 587 bimë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe vënien përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të bimëve narkotike. Operacioni antikanabis i kuduar koordinata vijon në gjithë territorin e qarkut Shkodër.